SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka kërkuar nisjen e gjykimit për 37 persona të akuzuar për një rrjet të emigracionit të paligjshëm. Bëhet fjalë për operacionin e qershorit të vitit të kaluar, kur u zbulua skema e dërgimit të personave me dokumente të falsifikuara drejt Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas, por edhe vende të tjera të BE-s, si përmes rrugëve toksore, ajrore dhe detare. Madje për lëvizjet shërbenin dhe agjencitë e udhëtimit Domi Travel dhe Boris Travel. SPAK në deklarat bën të ditur se të akuzuarit janë pjesë e 2 grupeve kriminale, por secili prej tyre dinte rolin e të tjerëve. Ndaj tyre rëndojnë 9 akuza për fshirje dhe trafikun e lëndëve narkotike, apo edhe raste të shpërdorimit të detyrës për ish efektivët e përfshirë. Nga hetimet thuhet se pagesa për çdo person shkonte nga 12.000 deri në 15.000 euro. Gjatë ndërhyrjes për të arrestuar të akuzuarit, policia zbuloi në një ambient në Tiranë 37 vula të ndryshme që shërbenin për falsifikimin e dokumenteve të institucioneve të ndryshme, si dhe pajisje teknologjike për printimin e dokumenteve. Dosja tashmë do t'i kalojë GKK-s, ku në seancë paraprake do të vendoset kalimi ose jo në gjykim.